Për te argumentave që paraqiti prokurori çështjes, do doja të se ndërmend gjykatës se gjatë kësaj periudhe jemi vënë dieni pasi elementë të ri në raport me lejen 228 të Kodit Procedurës Penale, lejen 223 lidhet me kushte për caktimin e masës sigurimit personal. Jemi vënë dieni për një fushat lobimi të pandehurit Iran Velia në Shtetet Bashkuara të Amerikës me një fond financimi rreth $220,000. Atëherë, nga burimet e hapura është një shkrim. Ka shumë shkrime, por do doja që këtë gjykata ta shqyrtonte si provë në gjykimin ton. Kjo fushat lobimi, e cila ka shkuar deri në nivelet më të larta politike, administrative të Shtetet Bashkuara, nuk përbën një mbrojtje juridike, por në tari presioni politik, synon delegjitimimin e organeve që po gjykojnë aktualisht çështjen dhe tregon vullnetin e të pandehurit për të shmangur procesin penal, pra mbrojtja në procesin penal dhe jo mbrojtja në procesin penal duket se është synimi kryesor i të pandehurit Iran Velia gjatë këtyre muajve të hetimit paraprak, por edhe të gjykimit në seancë paraprake. Për neve ky është një element shumë i rëndësishëm që tregon që klima e krijuar në raport me prokurorin e posaçëm, por edhe me gjyqtarin e hetimit paraprake. Mos harrojmë këtu që nga burimet të hapura gjithashtu këta aktor të sistemit drejtësisë, pra edhe prokurori i prokurorisë posaçme, por edhe gjyqtari janë cilësuar si antar aktiv të një partie që i përket opozitës në Shqipëri. Janë cilësuar të lidhur ose të paktën vetëm prokurori me interesa të ngushta zhvillimore ndërtuese. Kjo është një situatë që krijon një klimë ndikimi jo vetëm të organeve drejtësisë, dhe aq më tepër mund të imagjinojmë efektin që krijon tek dëshmitarët, por edhe bashkëpunëtorët e drejtësisë që janë pjesë jetike thelbësore e këtij procesi. Ju falenderoj. Në lidhje me këtë zona zyrtare, prokuroria e posaçme nuk e di se sa do të ishte më vend se ndoshta i paraqitur pandehurit ka vendimin e gjykatës shkallës parë. Po, faktikisht nuk janë dhe do i merrte kryesisht, po nëse i keni shumë mirë. Ne i kemi sepse na është dashur neve për të orientuar, si dhe aktin ose dokumentin që sapo cituam nga burimet e hapura, por edhe 3 urdhrat e pasqyrimit ndryshimeve të veprës penale. Po, që pasqyrojnë ndryshimet ose më saktë rendimin e pozitës juridike të pandehurit pas momentit të zbatimit të masës sigurimit arrest me burg në 10 shkurt.